shkaqe, së ishën vlovi Sabri Fizullohu? Mu më thojshën në fakultet se Sabria atëre ka deportu me akorde, me këngë, edhe mu më pyetëshin mos e ki vlos, edhe une në fakultet ka qusha Fizullohu, a i Sabri Fizullohu, jo thash shok e kom se ka qenë edhe në shkollë teknike. Po. Një gjenrat mas meje edhe jemi shoqnu, a i diso aty, edhe bile për shkollë teknike, une kur në opinion s'po të regoj, po të ashti për erë parë ty po të regoj, në shkollë teknike, kur kom qenë une kryetare e rinis 4 vjetë, kemi pas një grup shokve edhe nga klasa në gjuhën Shqipe, edhe bish që jemi shoqnu shumë edhe kemi formu edhe orkestrin. Orkestrin? Po, edhe kemi ble instrumentet na vetë. Edhe bëshit muzikën. Edhe muzikën e Sabriu me do zingjira, me do ke ma interesante dhe po do në me knu, na keshme me to ati, heki këto sajmë dhe shka, kine me po qka komu bo, edhe po mi me o zbo. Po, vetë ke këndu? Vetë kom këndu pak, në atë kohë, po. Unë po dëgjoj për herë parë, po kjo është bulimiri. Jo, edhe adin ku kom këndu në balo që kemi organizu na, shkolla, ku në këtë objekt ish armatës, te kinemoja, aty ka qenë ajo sala e madhe e mirë, edhe kemi pas orkestrin ton, edhe po ju të regoj qysh kemi arë deri të instrumentet. Si kryetarja e rinis, me do kolegë kemi shku në këta kooperativat buqësore ka qenë, edhe kemi thonë na muj me punu shtalbat, mi nuk se atëre nuk kanë qenë makineria, po pi nuk me punë vullnetare, na jep një parët? Me jep një, se kemi nevoj për mjete, na kanë pagu, edhe kemi ble instrumentat, kemi pas Hilmi Statovci na i ka qenë me ato shumë profesionese, Eduard Profasin, absolutisht. Edhe a i ka ndrujet para 2 vite se disa, edhe Sabriu ka qenë a i kusheri, po kjo i Statovci, kjo Fizullohu, e masa dhej, po ju të regoj vetëm këto, ka qenë një emision Amerikan për një shkollë që ka posë radio mrenda. A e dini që na, me 62-ën, shkollë të mesme në Prishtinë, kemi posë radio mrenda shkollës që kemi shu në kohën e pushimit. Keni shu muzikë, ha? Keni shu edhe në konë kemi desht. Elvis Presley. Elvis Presley, na! Masë ndë do lojme, prej sportit, kemi dhe shumë Klasius Klejin, ose Muhammed Ali që e ndraj. Une jo maj bukri, une jo maj miri, une jo maj forti, e ndojshmi, edhe lojme të... Qka, Beatlesat e Cepellinat e krejtë, në një vend komunist, raritet, rallësi ose fare? Qërë që, edhe në atë kohë, komunizmit, unë alos kom qenë antore e partis, nuk është ndalu aktiviteti, ju lutëm. Gabim është që dikush me ndonë që atë s'ka guzu kur kush ku gjo me bo. Jo, nuk është. Aktivitetin unë kom pos, edhe kush në ka mojt radion, në ka mojt Shina Siberisha, Referi unë i malë, Shina Siu, që e duat të kasim, absolutisht. Në Beograd shkove në studime, në vite goxhat bujshme, 65, 68? 65, kom kry shkollën e mesme, me njerë kom shku, ka fillu themelimi i Universitetit Prishtinës. Në Prishtinë. Po, kanë fillu ato drejtime tjera, jo teknike. Po, kishte shoqërore? Edhe ekonomiku, juridiku? Nuk e di për ekonomikun dhe juridiku në kanë qenë me njerë në atë kohë me filozofikun, po e di dega e gjuhës, e historisë, teknika ma vonë. Po ju kërkojshi teknik, fakultet teknik, ndërtimtarin. Po unë e kërëva shkollën e mesme teknike. Teknike dhe doje në drejtim, a? Edhe në drejtim dojsha se kom pos qef arhitekturën, me tregu të vërtetën. A kishin qef arhitekturën? Isha po në opinion diqysh edhe ma ofër vizatimit se... Ma ofër vizatimit, ma ofër edhe dëshira projektimit, krejt, po ku do në opinion ka qenë pak ma shumë arhitekt, a ndërtimtar ka pas shumë pak. Edhe me konsultimin me prind, baba mendoj këta mirë është me kry diçka që është... Që kërkohet edhe që malet edhe punsosh, po edhe për punë atere. Prande matematika më shkoj ke mirë, edhe
Ahmet Mugjiu kom pas profesor. Ahmet Mugjiu, profesorin e nderuar. Ato shtylla të mëdha. Shkova atëherë u regjistrova në Beograd pa provim fare, kom qenë e treta me notat shkollës mesme, edhe gjuhën normal, kom kry e di, s'kishe problem. S'ka problem. Edhe atje kanë qenë disa kolegë prej Kosovës, edhe para me. Kuadrot që po kryoshin, Po, kryoshin, Niazi Hoxha, Hamdi Sulejmani, Goga, Bjemën, prej Prizenit, harova emnin, qashtu që jom shoqnu atje me ta, a prej femrave nuk ka qenë deri atëre kohë. Asnjë. Mu më ka dollë njëherë në provim në ushtrimet matematikës me orë profesori Ernest Stipanish, ka qenë një profesor shumë i njohur, a i po më këqyrë, po qka po punoj dhe po punoj, edhe po thoti, ku ke kry gjimnazin? Jo, thash gjimnazin se kom kry, po shkollën teknike në Prishtinë. Edhe më tregojke, edhe kur tha diçka një vrejtje, diçka një sugjerim, a i folke ato ka qenë jo latinisht, a une komendu që është gjajshme me Shqip, edhe u nojsha, u qudisha, po tha, a për merë vesh, tash unë e marrë vesh shumë mirë. Po, me komësi, thash, jom shqiptare. Që jom shqiptare, po ju tregoj, ajo është merita nonës teme. Ani që ka qenë malazeze, kur ka qenë regjistrimi, mas jo është aktual regjistrimi tani? Me 61 na kanë lajmëruar që vjen komisioni për regjistrim në shtëpi, na kemi qenë 3 vetë, vllazën edhe unë edhe nona, erdhën 3 vetë me regjistru, marshin shënime, nona dha për babën, për vetën, krejt, e tash ardhëm na në rend, unë e para, dita e lindjes, e zonësa e krejt, edhe komësia, unë e meta. Kur në jetë s'kemi folë në shpe, qka jemi? Qka jemi? Ku meta, edhe nona më boni me dije me dalë. Edhe unë e dola në kushinë, thash, qka u bo, thash, qka me thonë, po ta që qka po thonë, kur s'kemi folë, po tash i po tregoj edhe kur s'mos të thonë. Qka e ki bobën t'je? Si e shqiptare, a? Me, ajo është pri nonës. Edhe na, kur u këteva, tash komësia shqiptare. Edhe vlazën, normal, që shtë thamë une, ata edhe që ashtu registrum. Por kur është gjuha, na dishmi ma mirë, gjuhën e nonës e babës, edhe unë të mendu ma si ke qa që e sinqert për komësin, dhe u deklarova, thash, gjuha amtare, do me thonë nonës, e nonës, serbokrate, edhe e shënova. Nona po këqyrë, masa di kur shkun, thash, qysh tha gjuhën, po thash, a edhim na Shqipën si këtë sërbishten edhe shkolla? Jo, edhe pak e poshtë që i erë mirë. A jerdhi mirë që gjuha nonës absolutisht? Po, ato familjet që kanë pas përzirje, gjuhën, jo vetëm gjuhën, po komësine dhe fejen e këto, ka egzistu edhe një rubrik Jugoslav. Edhe di që prej shoqnisë tonë që i njifmi që i kanë përzirje, jo disa po goti të gjithë, jo në shkru si Jugoslav, po na jo. Në realitet, je në Beograd në periudhën kur demonstratat e studentëve, po, me 68-ën kom qenë atje. 68-ën sinkronizohen në Evropën në përëndim kërkojnë reforma. Në Beograd, unë se di qka, kurse në Kosovë kërkohet Republika. A ke qenë pjesë aty në demonstratave atje? Po, kom qenë pjesë e demonstratave, bile edhe organizatore në Beograd, se kom qenë gjithmonë aktive që thash, unë e kom nevoj me folë, kom nevoj me shprej mendimin, edhe atëre ka qenë një kërkes tjetër loj, jo, këto si kur në Kosovë, me pas qenë Kosovë, kisha qenë me këta. Për Republikën? Po, normal. Atje ka qenë një kërkes kunder për drejtat e punëtorëve, kunder autoritarizmin, edhe ka qenë një situatë bagi shumë masive, edhe vishin edhe politikan me na folë njëherë, në thanë që po në vjenë si në Hasoni, na e se njifmi, a e një ti thash po, edhe shkovat e dera me prit edhe me qenë raj aty. Në ka folë, por nuk ka qenë nëj fjollë shumë interesant. Nëj farfjalimi shumë. Ja. Unë e qasë nga për shkëtonë që nuk ka qenë. Edhe, masë ndej, i vetëmi njeri cili ka mujtë me na
qetësu në atë kohë, se ato ka qenë koha e tynve që tha edhe vetë, edhe në Evropë, moskënaqësia, po jonë kërkesat ka qenë kërkonin reforma, ndryshime, jetë më të mirë të njeriu. Edhe ajo ka kapë edhe studente dhe Beogradit, edhe Veljko Vlahović, një malazec prej funksionarëve atere, ka qenë ai që ka mujt me vlerësu edhe me kërku që pjesa jonë, studentëve me shku në bisede edhe me një pjesë edhe me titon atje. Edhe ai e ka marrë seriozisht. A ke qenë atë grup, jo? Jo, nuk kom qenë atë grup. Ajo ka qenë situata që ai grup që ka shku atje ka spjegu, po edhe ai ka qenë një strateg shumë i mirë, ka thonë kur lyp rinia diçka, ajo është e armja jonë, duhet me bo diçka, edhe ka qenë ajo letra e njohur e tij që ka kërku ndryshimet edhe në për edhe ka dash tita kështu konë një afert me shqyqoni une për ish sistemin kur flas ose për titon në këto une jom me bindje majtiste kom qenë edhe komet po në atë kuptim jo majtiste si social-demokrat ja së komet prej komuniste? Më ka pyet një gazetar një herë, tha, që ti prej Partisë Komuniste kalove të social-demokrat. Thash, unë kom zbulu ma vonë që kur kom qenë komunist, kom qenë social-demokrat. Te kem konë me bindje dhe me përmbajtje me... Prandaj, jo majtise në atë kuptim që mendoj se një shtet social, po në atë kuptim jo majtjes popullatës me ndihma me këto, po me mundësi barabartat të konkurencës e të punës edhe konkurencës edhe punë private jo me u pasuru dikush në shpinën e tjetrit po me mençuri, me dijen, me fitu po drejtat e punëtorëve duhet me respektu gjithmonë se ai është që i krijon tonuna po ati duhet edhe me kriju kushtet e normalit punës, normalit jetës, me pas barazi sociale, me pas barazi edhe në arsim, jo ai që ka edhe prindi i kanë me përparu a talentat me mbet, po me arsim për të gjithë, me mundësi të barabarta, mjekësin për të gjithë, shëndetësin për të gjithë.